Këtu në Hagë ka optimizëm për ekipeve mbrojtëse të krerëve të UÇK-s për një lirim të mundshëm nga paraburgimi ose të paktën, nëse jo lirim, një zbutje të masës. Avokatët e krerëve të UÇK-s janë të bindur se tashmë kanë pushuar arsyet për vazhdimin e paraburgimit. Kjo pasi vazhdimisht Prokuroria Specializuar e Hagës gjatë tërë kohës ka insistuar se arsyeja kryesore për mbajtjen e Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit në paraburgim është mundësia për ndikim në prova ose në dëshmitarët e prokurorisë. Zyrtarisht, prokuroria i ka përfunduar të gjithë dëshmitarët e saj, 125 në sallën e gjykimit dhe 117 të pranuar me dëshmi me shtrim. Deri më 15 prill është afati i prokurorisë për të dorëzuar provat materiale që synon të mbështetet në rastin e krerëve të UÇK-s dhe si rezultat, tashmë mundësia e ndikimit në prova dhe në dëshmitar nuk ekziston. Megjithatë, mbetet të shihet nëse këto arsye do të jenë të mjaftueshme për panelin gjyqësor në Hagë në rastin e krerëve të UÇK-s që të marrë vendim për lirimin nga paraburgimi ose shqiptimin e ndonjë mase tjetër në rastet e tilla, për shembull arresti shtëpiak apo masa të tjera të cilat janë bazuar në dispozitat ligjore të gjykatës speciale. Masa paraburgimit njihet si masë e jashtëzakonshme, pra vetëm në raste kur të akuzuarit dyshohen se mund të ndikojnë në prova apo dëshmitar mund të caktohet, dhe në rastin e krerëve të UÇK-s, nëse provat janë dorëzuar dhe nëse dëshmitarët e prokurorisë kanë përfunduar, i bie që kanë përfunduar edhe arsyet e masës së paraburgimit, gjithmonë sipas ekspertëve, juristëve, por edhe ekipeve mbrojtëse të krerëve të UÇK-s. Megjithatë, gjykata speciale në shumë raste ka treguar se funksionon më ndryshe se sa nga Tribunali i Hagës për shembull apo gjykatat e vendeve të Evropës dhe mbetet të shihet nëse ky ndryshim i situatës, pra përfundimi i dëshmitarëve dhe i provave, mund të ndikojë që ish krerët të UÇK-s të lirohen nga paraburgimi dhe ndaj tyre të shqiptohet një masë më e lehtë.